kalojmë në temën e dashurisë. Je dakord ti? Shumë dakord. Dakord? Gjithmonë dakord për temën e dashurisë. Patjetër. Sikur nuk e kemi prekur dhe aq. E beson ti që një çift personalitetesh të njohura në Shkodër deklarojnë, për shembull ai thot kur e shikoja në ekran thosha, ata kapja një herë. Kështu e ka thënë. Gjithë deklarat. Gjithë deklarat, shumë e zjarrt, sepse kaq shumë e pëlqente Kleopatra Doklen. E kush e ka thënë këtë? Patjetër bashorti i saj. Patjetër bashorti i saj dhe ai shumë i nderuar, por është një intervistë shumë e bukur e çiftit Dokle, të cilin ne e takuam gjatë një vizite që ata kishin në Shkodër, pasi her pas here ju dërgohen ftesa dhe pse jetojnë larg Shqipërisë, por vinë kur marrin sidomos ftesat e Shkodrës. Nuk i refuzojnë asnjëherë dhe ja kartolina që ata kanë dhënë. Një kartolinë urimi do marrim dhe nga ky çift shumë simpatik, ata janë bërë tashmë mediatik, kemi zonjën që ka marrë gjithë meritat artistike, zonjën Kleopatra, faleminderit që keni ardhur sot. Por merita ka dhe burri më vete. Si s'kam unë për Shkodrën kam shumë. Le të flasim pak për meritat e tua, se për Kleopatrën kanë folë gjitha televizionet, të nisim nga ju. Shiko, Koseda, ju nuk më njefni, po spektatori Shkodran më njef. Është një 18 vjeçar aty që është e Jordan Misja, nuk të njeh. Nuk më njeh, po, ai po. Okej, ati 18 vjeçar ti themi. Unë në këtë skenë kam 53 vjetë që kam hyrë për herë të parë në skenë dhe 37 vjetë që kam vënë disa premierat suksesshme me estradën e Shkodrës. Kam patur fatin natyrisht të drejtoj që nga Tano Banushi, Paulin Preka, Zylja Miloti, Dranen, Sander Ruqin, Besnik Qinarin dhe bashkëpunimi me këta artistë më dhe më ka dhënë edhe mua suksesin e merituar, kam përfituar. Kështu që Shkodra për ne është një nga dashurit jetës, se kemi 10 vjetë kemi punu në Shkodër, kemi jetu, edhe vim me mall në çdo fest, në çdo ftesë që na bëjnë, vim me kënaqësi. Me kënaqësi, po me dashuri. Me dashuri shumë të madhe. Ka diçka magjike Shkodra, sepse e ka një lloj magjike, jo vetëm ato 10 vite, po ne në Shkodër që kemi ndenjur, domethënë kemi kaluar një kohë me të vërtetë e mbajmë mend. Sa qëndrua 10 vjet. 10 vjet. Aktualisht ku po qëndroni? Po tash jemi në Sofje. E tash vim vetëm me ftesa. Kush na fton? Do të thonë ju keni marrë një ftesë? Kemi marrë me ftesë. Ditëve të humor. Është një arsye shumë ashtu që do vini nga Sofja dhe atmosfera festave në Shkodër. Po, me kënaqësi. Okej, si jeni njohur ju të dy? Është histori e madhe kjo. Ne do ta themi të madhe, sa më të shkurtër. Se i kemi festa, ne duam nga këto histori dashurie. Skena? Skena na ka njoftë. Kemi në stradave profesioniste në Kukës. Po, tani kush Kjo propozoi tha, para? jo, unë. Ti? Jo, mos se ka ndryshuar gjëra sot, ka ndryshuar gjëra sot. Sot e tërë gjë të propozojnë femrat sot. Ko nuk dole ai ballatin 176, po ja thashë para, tha. Duke ardhur për Kukës, kjo tha, shpjegoj me detaje. mos më shkelqin këmbët më në Kukës, i tha një kolege e vet aktore e mirë. Jo, unë jo, ajo aktore e tha, mos thuj ashtu më se si dihet vajzë re, do të ngulen këmbët. Dhe vërtet ju ngulen dhe nuk ju shkulen. Dhe pastaj si lindi Shkëndija e parë? Shkëndija e parë në skenë. Në skenë? Na lindi, pa miritetin, ky Me të parën apo jo? Ky më kishte parë, më kishte ndjekur ashtu, por kur shkuam aty në Kukës, atëre u pam pak më afër, edhe Shkëndija ishte kështu, pa miritetin. Do me thënë, konkluzoj që saj, mos visi keq për një gjë, sa ju bjen për rrisë. Shiko, ti je super zonjë dhe sot, shumë e paraqitshme. Shumë faleminderit. Po, atëherë kur ishte gocë e re, E di kur ditë në televizor që thoshon, ta kishtë ta përmbledhish një. dhe e përmblodhe. Dhe nana ime më thoshte, të vjen turp si flet kështu, që kam i them unë. Ko tani, familja jote tha gjë që ishte nga Kuksi? Asnjë gjë nuk tha. Familja ime nuk ishte fanatike. Familja ime ka qenë Jo, nuk ka pas Kuksi me Shkodrën tani. Tha një herë. Tha një herë nëna ime tha edhe babai. Tha, aman më çup ku do na çosh deri në Kuks. Po jo vetëm nuk do shkoj në Kuks, këtu do të jem vazhdimisht, se puna jonë me stradën
Lartë e poshtë, jo në Vlorë, jo në Tiranë, në gjithë Shqipërinë, domethënë lëvizshëm, edhe nuk më duk fort edhe mua larg. Pastaj dashuria ishte ajo që Në Kukës sa qëndrua në Kukës? 13 vjet. As 3, po 13 shumë, shumë. Unë se Janë, Më shumë ishte Kokës. 13 vjet. Megjithatë kemi kaluar një mrekulli. Ne kemi bërë një emision, se tani po duket sikur Kozeta. Unë e du shumë Kukësin, ë? Kemi bërë një super emision në verë. Kemi qenë te Ujvara Topojanit. po Kemi hajri. parë muze, po shkojnë, kemi bërë super emision me klubin Taraboshi. Kukësin e kemi pasqyru dhe më ka bërë shumë përshtypje sheshi kryesor, po si mor pastërtia që madhe në Kukës. Do të them një Jam pa fjalë një fare. diçka shumë. Hajde ngrej moralin e Kukësianëve se do më mbysin. Jo, po të them një gjë shumë interesante. Po, ha. Fshati im Po. I lindjes ka pas një ekip futbolli. Dhe në vitin 1929, është me dokumenta, ka luajtur me vllazërinë e Shkodrës. Është mundur natyrisht 2-1, por imagjino fshati im. Ekip futbolli, ekip Se ka luajt me vllazërinë. Edhe të mos harroj dhe ca kullore të mira që na thanë, shiko, filani bën akullore shumë mira në Kukës. Le Kukësi ka shumë vlerë, më ka. Po pse? Ka shumë vlerë. Për shembull- Po muzeu etnografik ishte hata fare. Djali Xhaxhaj time ka bërë atë muze, Ramet Past. Jo, Dhe mrekulli që kishte gjithë ato elemente janë befasuar. Bëni një vizitë në Kukës edhe për festa, mos e lini vetëm për kur verë. isha unë në Shkodër, kisha miqësit natyrisht me Serafin Fankon Ramet, me Fadil Kraj. E thosh, ama ti erdhe nga fshati, erdhe në Shkodër. Unë them, mos më shisni më në mu, se fshati im ka luajt me vllazërinë. Bravo. Lumi Luma është mrekulli, ai guida që na shoqëron, na tha që ka disa gojdhëna dhe ne qëndruam aty në furgon. Për këto gojdhëna duhet shkojnë. Shumë bukur. Një urim për të gjithë teleshikuesit se do mbetemi te Kuksi dhe pastaj do thotë Kozeta aje për emisionin të ato, shkuam në Kukës. Një urim për të gjithë shkodranë shqiptarë që po të ndjekin. Uroj me gjithë zemër të kenë një vit të mbarë, të begat, të kenë dashuri për njëri tjetrin, respekt. E të dojnë njëri tjetrin, të jenë sa më të lumtur e të gëzuar me familjet e tyre, mos ju paftë syri keq askujt. Paqe në gjithë botën. Bravo, të lumt goja. Unë, si shkodran nga Kuksi, them që për shkodranët dua gjën më të mirë, gjithmonë. Ju uroj gjithë të mirat dhe inshallah kemi jetën të vim sa më shpesh, se e kemi sikur na rinon Shkodra. Bravo, jeni gjithmonë të mirëpritur në qytetin tuaj, mu keni dhënë kontributin dhe shkodranët duan t'ua kthejnë, qoftë me duar trokitje apo me mirënjohje dhe pas kaq vitesh. T'ja kaloni gëzuar Shkodrën. Faleminderit shumë, gëzuar edhe ju. Faleminderit.